Sinoptikanët paralajmërojnë rreshje në disa zona, por temperaturat do të rriten. Pas javësh të nxehta dhe të thata, rreshje përfshin Tiranën për pak minuta para ditën e smërkurës, kur u duk se bashkë me shiun do të kthehej freskia, por nuk ndodhi kështu. Alternime kthjellimesh dhe vranësirash parashikojnë meteorologët për një pjesë të madhe të vendit tonë. Në disa zona ato pritet të shoqërohen me rreshje të dobta. Nuk do të mungojnë edhe shtrëngata të afatshkurtra, por rreshjet do të zgjasin pak. Instituti i Gjeoshkencave parashikon largimin e tyre nga territori tenjten. Megjithatë, rreshjet nuk pritet të zbusin të nxehtin e ditëve të fundit. Temperaturat e ajrit parashikohet të rriten lehtë. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, termometri në zonat e ulta matur në hije tenjten do të regjistrojë 35 gradë Celsius. Mëngjeset dhe mbrëmjet do të vijojnë të jenë të nxehta, pasi temperatura minimale parashikohet deri 23 gradë Celsius në Bregdet. Era do të fryjë deri e lehtë, mesatare mund të sjellë freski dhe të gjenerojë valzim në det të forcës 2 deri 3 ball. Ndërkohë rreziku për zjarre nuk është larguar. Temperaturat dhe thatësirat favorizojnë flakët dhe Instituti i Gjeoshkencave parashikon rrezik më të lartë tenjten edhe në qarqet e Fierit, Gjirokastrës, në perëndim të Dibrës, lindje të Durrësit dhe Tiranës, veri dhe perëndim të Vlorës dhe veri e jug të Korçës. Gushti, sipas meteorologëve, do të mbyllet me temperatura të larta, por kështu parashikohet të nisë edhe shtatori.